Në funksion për të gjetur një kandidat të përshtatshëm për Bashkinë e Tiranës, kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha ka thënë se do të takojë të gjitha partitë e opozitës në mënyrë për të gjetur një kandidat të përbashkët. Por një përgjigje e parë vjen nga kryetari i Lëvizjes Bashk, Arlin Çori, i cili i përgjigjet kështu një ftesë të mundshme të Sali Berishës për takim. Unë nuk besoj që zoti Berisha e ka pasur edhe për mua dhe për Lëvizjen Bashkë, sepse ai e di mirë, ne kemi thënë shpesh publikisht që ne nuk duam të kemi asnjë marrëdhënie me partitë e vjetra dhe të korruptuara këtij sistemi politik. Këtu futet sigurisht Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe të gjitha partitë që kanë qeverisur. Lëvizja Bashkë do të dalë vetëm në zgjedhjet e parakohshme për Bashkinë e Tiranës, ndërsa Çori tha se struktura drejtuese do të mlidhen menjëherë për të zgjedhur kandidatin sapo të publikohet data e zgjedhjeve. Gjithsesi, nëse do jem unë apo dikush tjetër, kjo do të vendoset nga Këshilli Koordinues i Lëvizjes Bashkë, ama me siguri, qofsha unë kandidat ose jo, unë prap do i bie kryqe tërthor Tiranës në këmbë me autobus. Teksa ka protestuar prej vitesh me radhë kundër Erion Veliajt. Një ditë pas shkarkimit përfundimtar të tij nga Bashkia, Çori ka një këshill të fundit për ish-kryetarin e kryeqytetit. Unë mendoj se Erion Veliaj ka në dorë të bëjë diçka më shumë ose ka në dorë të bëjë një gjë të mirë mes shumë të këqijave që i ka bërë këtij qyteti dhe kjo është të kthehet në bashkëpunëtor të drejtësisë. Unë uroj, shpresoj që Erion Veliaj ta bëjë këtë gjë. Sigurisht nëse e bën nuk do ta bëj se do e brej ndërgjegja për një moment. Zakonisht ata që pendohen ose bëhen bashkëpunëtor të drejtësisë bëhen për shkak të inatit apo të llogarive afatshkurtra të viteve të burgut, po pak rëndësi ka motivet e tij. Lëvizja Bashkë mori 13.851 vota në zgjedhjet lokale të vitit 2023 dhe fitoi vetëm një vend në Këshillin Bashkiak.